Florian Loka, tungjatjeta të gjithëve. Unë jam Florian Loka, një nxënës me një pasion për analizën letrare dhe për të kuptuar thellësinë e veprave të mëdha. Sot jam këtu për të ndarë vlerësimin tim për veprën e Jeronim Derades dhe për të sjellë një perspektivë të re mbi tema dhe simbole të ndryshme që gjej në punën dhe veprën e tij. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Julian Cerina, tungjatjeta të gjithëve. Unë jam Julian Cerina, një nxënës i pasionuar për muzikën dhe për artin e shprehjes së ndjenjave përmes tekstit. Sot do të ndaj me ju refleksionet e mia mbi këngët e Milosaus dhe për të shpjeguar lidhjen e tyre me kontekstin historik dhe kulturor. Faleminderit për kohën tuaj. Katie Salku, tungjatjeta të gjithëve. Unë jam Katie Salku, një nxënës me një shkëlqim të veçantë për të analizuar letërsinë dhe për të gjetur thellësinë në tekst. Sot do të ndaj me ju refleksionet e mia mbi veprën e Jeronim Derades dhe për të diskutuar për rëndësinë e temave të trajtuara nëpërmjet saj. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Behar Maloku, tungjatjeta të gjithëve. Unë jam Behar Maloku, një nxënës me një kuriozitet të thellë për historinë dhe për kuptimin e kontekstit në të cilin janë krijuar veprat letrare. Sot do të ndaj me ju vështrimin tim mbi periudhën historike kur shkruhet vepra e Jeronim Derades dhe për të diskutuar për ndikimin e këtij konteksti në punën e tij. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Tungjatjeta të gjithëve. Unë jam Dorina Vladi, një nxënëse e përkushtuar dhe e motivuar për të shkëmbyer ide dhe për të prezantuar një perspektivë të re në projektin tonë të letërsisë. Si një pjesë e këtij grupi, unë do të ndaj refleksionet e mia mbi veprën e Jeronim Derades dhe këngët e Milosaus, duke fokusuar në analizën e karaktereve, strukturën e veprave dhe mesazhet thelbësore që ato përmbajnë. Jam e sigurt se bashkëpunimi ynë do të sjellë një prezantim tërheqës dhe frymëzues për të gjithë të pranishmit. Faleminderit për kohën tuaj dhe për vëmendjen që do t'i kushtojmë sot këtij projekt. Falenderojmë mësuesen Anilen dhe shkollën Konstantin Kristoforidi për mundesin që na dha për prezantimin e këtij projekti. Në videot në vazhdim ne do të ndalemi tek jeta dhe vepra e Jeronim Derades duke e parë këtë shkrimtar në një këndvështrim nga afër dhe do të jetë si një dokumentar i përmbledhur në 10 minuta. Viti 1814. Jeronim Derada u lind me 29 nëntor 1814 në Kalabri, në fshatin e vogël Maki, afër Shëmitër Koronës. Ishte biri një prifti, mësues i greqishtes së vjetër dhe latinishtes. Vetë Derada, mësimet e para i mori pikërisht nga Jati. Viti 1833. Poeti vazhdon mësimet e mesme në kolegjin e San Benedetto Ulanos, por nuk u dërguan në Napoli për të vijuar studimet e larta universitare. Pasi Jati deshi që i biri më parë të forconte trupin në ajrin e pastër të fshatit. Poeti i ri qëndroi në fshatin Maki, ku nisi të interesohet për folklorin e vendit dhe të mbledh këngë të ndryshme nga pleqtë e plakat e fshatit. Këtu, veç të tjerave, u njoh me vajzën e bukur të një bariu, me të cilën u dashurua. Më vonë, ai do ta përjetojë këtë dashuri në poemën e tij më të mirë, Milosau. Viti 1834. Derada regjistron në Universitetin e Napolit, në Fakultetin e Drejtësisë. Me sa duket, këtë deg nuk e pëlqente, pasi pasioni i tij ishte letërsia. Kështu ai nisi të lexojë kryeveprat e Shakespearit, Calderon de la Barcas, vepra teatrore franceze e të tjerë. Viti 1836. Poeti lë Napolin ku kishte rënë kolera dhe kthehet në shtëpi duke sjellë me vete librin e tij të parë, poemën Milosau, të cilën e kishte botuar në gusht të këtij viti. Në Maki qëndron për gati 2 vjet. I nxitur nga buja që kishte bërë Milosau, ai shkruan disa nga novelat e tij poetike me titull Imoteo, Përralla, Vantisana dhe Diana. Viti 1837. Në Maki njihet me kryetarin e kryengritësve kalabres, por komploti për të përbysur regjimin e Burbonëve dështon dhe Derada rrezikoi të dënohet me vdekje në litar. Shpëtoi në sajt të një gjykatësi adhurues të Milosaus. Për 6 muaj rresht, poeti u detyrua të fshihej maleve të Kalabrisë. Viti 1843. Derada kthehet në Napoli, por edhe këtu përndiqet nga policia. Nis të punojë në një zyrë avokatore, por miqësia që lidhi me një patriot që luftonte kundër Burbonëve i kushtoi shtrenjtë, mbasi u dënuar me 1 muaj burg. Më 1840 ai hyn si mësues në familjen e një duke për të edukuar të vetmin djalë të kësaj familje. Këto qenë mbase vitet më të qeta të jetës së tij. Më 1839 kishte botuar poemën Serafina Topia, të cilën censura ja hoqi nga qarkullimet për idet patriotike të veprës.
Më 1843 Derada e ripunon veprën dhe e riboton. Kënga e parë. Bota kishte ndëruar lisa. Ujëri i ndet kaltronte ditën e re, por lumbardha e Anakreontit në temp rronte e moçme. Ndui një ditë vatet e mali, e sukthyesi e kish zakon. Veç që a ditë se tha u bora, se për gjaku heshza, por u largua gjersa tek e bardha shtëpia ime. Kur nagim tok dhe shtëpi u zbuluan bashkë me detin, si hareja që del sysh, më zgjoj duke fërfolluar qelqeve dritares. U pataksa, e ruajta jashtë rusht, pak algoridhe, dhe utoni kishin hije, luleliu të hapura, një tund era i përzbien, në atë një null qeshin, si ato lule qeli. Ti vështroje dhe skujtoje as një mbëhi njerëzish, kallëzoret në përduajt po këndonin, dhe u të huaj a herë në ndërtime motra kisha arritur, mëma ime emrin tim thosh në përshpi. Një hare më rodhi kurmit si hareja kur të shtrati, mbrëmanet, vajza e ngrot ndijen për të pare zësisët që mi fryhen. Kënga e dytë. Vreshtat ishin verdhëllor, erdh nga mali dhelpra, me të lodhura të bijat, me të mbaruar të vjelat, e atëherë kur ndërsheshe fshihet dielli, si nën tokë mëmat që kënduan valle, kur në fjokatun rash. E përveshur e lartë, me një gërshet të pleksur, në një lidhse të bardh, ishte kroj një vash. Te balli, një mendimi kishte hije, i lidhur te brezi i kaltër, mbi truall i çikmandili, po sa që më ndjeti, vasha drejt nga unë suall, gjithfryr dhe plot hije, me një të trembur hare. Vajz, a me psi një pikuj? Sa të duash ti, birë zoti. Kuja bije ti vash? Mos mje nga dhe u huaj? Kur djalosh në Selanik vajta, vashëzat nuk ishin në katun me kaqir. Në qeret e ndezur, vucen ajo grinte. Ja me bie kologres, ngriti balët e zbuluar. Duke shkuar asaj udhe, gjembat që vareshin udhës, se gërvishtin atë çup, me lërët për gjakur, unë nga balët jareshtja. Dy buzë të qeshura, një herë të bardh, atë mbrëmje dukeshin. Kënga 30. Fryti era e maleve dhe rëzoj hijen e lisit. Gjaku im te lumi i dhodhit. Hapeni shatore në ushtar, që të shoh shkodrën dhe ti me motor, te dritareja kundruall. Atje nuk do zgjohem më luleve që i tundera si suvale pasosur. Mblidhen shokët mbrëmanit në katund, në vatëret, i lash si ëndërët, mbaroj Milosavljević.